Përshëndetje miq, shpresoj të keni kaluar një javë të këndshme. Sigurisht ne jemi në një vend që kemi gjithmonë probleme me halle, luftë, jetesë. Shpresoj që këtë fundjavë të paktën të qeshni pak me ftuarit e mi. Ne kemi vazhduar debatet e para se të ishim live sot. Me mua sot është Elona Cenaj. Shef që ta thash emrin tamam, nuk e harrova. Që s'ma harrove kësaj here, se unë kam dhe të bukurin e atë emrin dhe mbi emrin, e kam shumë të bukur. Faleminderit shumë për ftesën. Të na këndosh sot? Ne kishim një debat fort me ty për Kristin, ti ishe mbështetëse e fort të ti, pa unë them të fitoj babi Miri. Ne kemi gjithmonë debatin, sidomos kur bëhet fjalë për vlonjatët njerë, jo se jam tip që marr haka apo hidhem, por me të vërtet Kristi më pëlqen. Edhe pse është nga Vlora. Të pëlqen se është nga Vlora? Jo, është dekesi, u futon dhe shumë të tjerë aty, po Kristi ishte ai që më pëlqen edhe mendoj se do fitoj. Inshallah. Leo Bitre. Po, Leonardo Bitre. Okej, shumë mirë. Ti e nga Laçi, se di, kemi Laçan këtë vit në Big Brother? Jo. Po ti vazhdon me Joz Shinën akoma. Akoma kena ata, krenarin tonë. Tropo janë skemi, kështu që unë do shkoj gjithmonë me babi mirë. Do na këndoni diçka të shpejtë sa për ta nxjerrur pak situatën, pastaj do vazhdojmë me pyetjet tona. Ja, vazhdon Laçi. Mu do më lësh parë, no? Para Laçi. Nxjerr emocioni, s'ka gjë. Atëherë pra me scenat të Laçi, Hajde. po vazhdojmë me këngën. O moj lulia e kurbinit, mos me ik pash dritën e synit, mi thuj ti, o mi thuj zane se kush jam, o mon jam kurbina, s'ka pedan. Bravo, ja, e meritonin të atrofitje. Kishte nevojë për mikrofon. E ka zërin fitim. E ka zërin fitim. Na bllokojnë pak emocionet, po mos na veni shumë fajt tash. Ajo ndodh shpesh që t'jeni në krevat dhe të gënjeni, thoni dola, jam gati. Unë jam shumë korrekte. Jo, asnjë. Biles në shumicën e rasteve zi me shoqet, pse nuk del 5 minuta para, se s'të bëhet do një problem kush e di, dil 5 minuta para, më thuaj në orar, pim në kafe, në një gotë verë, mos më thuaj jam në shtëpi edhe, jo ka trafik, jo, më ndodh shpesh kjo gjë, që më gënjejnë, pa unë ja. 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 Jo ma larg se sot mëngjes. Jo, edhe sot na kapute, sot pritëm 2 orë. Unë korrekt në gjithmonë 1 orë para. Bravo, po. Më telefonoj shok për pi kafe mëngjes me të dhe më thot ku je, thash, po laj makinën, nërkohë isha hala po ngri në kërmati, po. I thash takona fillon vend dhe pim kafe aty. Pse ju në Laçi mbani kështu për njerëz korrekt, pse? Po jo, në bëjmë gënjeshtra pa dam, si thonë. Mirë, të bardha. Nuk janë të dëmshme shumë. Edhe një gëzuar. Ju ndodh shpesh që thoni ja, po pimi gocë sot këtu me Silvano, por në fakt jeni tap në fund të mbrëmjes. Po patjetër, unë e nisa me një. E kemi në shërë? Jo, vetëm e të qeshme të kënduar. Bravo. Des. Unë shpresoj që jo, se jam edhe në timon, e kam pak rrugë për të bënë sot. Mirë, sot është shtu në mbrëmje, sigurisht që lejohet për të pirë edhe një gotë. Nuk e di, për zotin, po t'jem të shtëpia me kënaqësi, në timon jo. Nuk gënjen kështu, nuk e te i kalon? Jo, farë, nuk jam me dha mos alkoolit. S'më duket tip ashtu, nuk e di. Më je përshtypjen sikur e te i kalon atë alkoolin, nuk e di. Monika Kremali, dy Big Brotheri. Unë adhuroj Monikën se është shumë spontane edhe shumë e sinqert. Edhe për atë adhuroj. Unë nuk e di, kur e shoh Monikën duke dhënë ato mendimet e saj, mund duket sikur po bën fushat ajo. Kështu që unë përshëndes Monikën për jetë vërtetë se kam një mikesh shumë të mirë dhe më pëlqen në mendimet që ajo jep. Shumë vërtet që shumë vërtet, shumë e hapur, transparente dhe ato çfarë është vërtet ajo thot, nuk di të gënjej. Jo, ta ka ajo, po nuk e di, do të thot nëse do një mendim të mirë nga ana ime, do të më jepni votën. Që ka me socialistën do. Jo, për zotin. Mama, siç e kemi nisur me Silvana, do t'i zëm gjithë me radhë, do t'i shajmë. Ti do na këndosh diçka sepse unë e di që ti kur ke qenë e vogël e imitoje perfekt Elifaren. Po, e kam shumë shef Elifaren edhe ka qenë një ndër këngëtarët më të mia të preferuara dhe kur kam qenë e vogël merja pultin e televizorit edhe e imitoja. Pse ti në muzikën popullore dhe jo në muzikën e lehtë shqiptare? I bëj të gjitha pak a shumë. Po, populloria pëlqejet më shumë. Varet në çfarë brezash dhe çfarë repertori të ndryshëm dua në evente të ndryshme dhe unë përshtatem.
Përshtatem vetëm muzika e huaj, italiane, ajo greke, muzika shqiptare, këngët moderne, këngët e shekullit, të gjitha i bëj, po bëjmë si vlonjate e këngë e jugut edhe kam ngecur aty tani. Hajde, që do na këndosh thot? Ka qenë një këngë e Lifare QPZ. Hajde një. Apo këto këngët që ka bërë dhe më zbriten Avoskopoja. Kur më zbreto mojna Avoskopoja, ama në dale ti moj me nga dalena. Se që rana to baluke tua, ama në dale ti moj me nga dalena. Është fantastike, jam shumë kurioze nëse do bëni një duet ju të dy. Çfarë këngë mund të këndoni? Hajde, një nga Laçi, një sot i madh ekstra. Më kujtohet e fragmenti me skifterin dhe nasin të portokallia, ma ka vizikat këngën mora rrugën për në las. Mirë, ne fillojmë si gaz paja. E fillojmë dhe shumë. Jarë nana më jarë nane. Hajde, çfarë do më këndoni? Nuk e di çfarë do të mund bëjmë. bashkë. Po tani unë e jugu jam, ti nisja nga ana jote e përfundoj unë bestaj. Unë kam punu me këngëtar nga jugu, të them drejtën, kam karasis me Ylli Bakën, me Klodian Rama, me disa të tjerë, por nuk është se mund të na lidhe diçka, do të thonë që bëjmë një Nuk mund duet. bëhet asnjëherë një duet veri jugë. Jo, mund të bëhet ajo, por unë mendoj që duhet përshtatshmëri vokali. Ose më saktë, plus asaj, po duhet edhe një tip që të përshtatet, me thëmë, plus vokalit, po edhe të përshtatet edhe me moshën dhe me stilin edhe me... Emisioni im është mund të bëj për shembull, qeshur, dhe sigurisht dhe nëse të bërit një këngë që është për qeshur, sigurisht askush nuk do ta komentonte. Jo, më tje ke kollaj se marroj emisionin në rregu, kërse ne na pret karriera për para. Nuk e di që në emisionin tim ka thënë dikush që na u prish karriera përveç se ka marrë benefite shumë të mira. Për shembull, do marr çiften që ne kemi, për shembull, do marr çiften, do dal për gja. Si mund ta bëj unë? Yaman shoko more yaman. Po mire bëre jugu, po se bëj dot si nga anët. Jo, s'ke se, po njësoj do bëhet. Njësoj do bëhet. Sa do thonë do marr pushkën? Jo, ta bëj si në Laçi, do marrë qifte, se bëj dot, nuk më vinë, nuk... E bën dot i për shembull? Unë njësoj e bëj, sikur e bëni ju, bëjmë dhe ne, e kuptoj. Sikur themi, si mund ta bësh ti vallën e Tropojës? Besoj se e këndon vallën e Tropojës. Pa tjetër, pse ja. Një version ka jo. Ja, për shumë një version vallës Tropojës mund ta bëni të dy. Ta bëj unë jugu për shembull. Po. O, hajde ta vallëzojna moj, o vallën e Tropojës. Kecën. E bëra si gaspaja. Shkon Laçi me vallën e Tropojës. Anita vallëzojna vallën e Tropojës. Anita vallëzojna vallën e Tropojës, letna nihet zani den malë si Gjakovës, letna nihet zani o den malë si Gjakovës. Bravo. A ka një person në jetën tuaj që ju bën të qeshni dhe pa arsye? Thjesht mjafton ta shohësh ose ta kesh afër edhe ti qeshën. Unë kam një mikun tim, që është shumë i njohur, është këngëtari më i njohur Kozma Dushi, e kemi mikun e familjes. Edhe për tej punës që ne bashkëpunojmë së bashku, po ai person, qoftë edhe mos të flasë, ai person mua më shkrin si qeshurish, shumë karizmatik, të bën përqeshur në mes të programit, edhe nëse ti e duke kënduar, më thënë do këpusi një të fortë fare që ti të shkallohesh në atë moment dhe është Kozma Dushi në emision. Kozmaj është komi, është babuq, është shumë i mirë. E kemi nisur sot t'i marrim gjithë. Ta bëjmë qoka sot. E ka një person për ty? Një person fix nuk kam, po rrethin shoqërore kam më të vërtet shumë gazmor, për bile më ka ndodhur me një dasëm. I sheftu me edhe si shok edhe si këngëtar. Edhe ngrit i shoki joni aty dhe ndanë ca lek që do hilte çiftit dhe ndanë ca tjera që i kishte për i puna, për i makinë, nuk më kujtohet tamam. Po edhe kishte pirë. Unë ngrit ndasëm kë,
isha duke kënu për shoqnin, edhe fillon ky 5 vjeç, bam, po gati 3.000 euro, po për zotin. O, halal. Edhe nëse kur vjen ky, ishte të pi cigare, kujtohet se çka ka në, dhe thash, çka ke më Xhuli, thash, çka ka bova ki? Lëna vlla, tha, sha, kam prishta lekët e makinës, 300.000 lekë ishte në xhep, edhe momenti sa u çosha me këndu, e shifsha ata bam, kapte çeshkën, s'kishte mundësi me fillu ma muzika. Se ndodhe edhe kështu. Ka edhe fragmente tjera, po do të thonë që me pas një person që mund ta kem kështu pik dobra pjesë. Është gjë e bukur kur ke një person që të motivon, buzëqesh, bën shaka, ka më tepër kur e ke dhe koleg që bëhet fjalë për në punë. Se vetëm me punë me qef, edhe di që do kalosh bukur. Ja, ti më the që punon gjithmonë je me bashkëshortin. Punoj dhe me grupe të tjera, por Ka në momente që i keni në përgjithësi. sherrë dhe ai bie dhe ti Sa këndon në zihemi ne të nerva, keqe, sa zihemi, grihemi, pasa kur dalim atje, e di që jemi me nerva, pëse më i them, po shesh një çiko buri dheu, se s'po të haj njeri, shesh pak, e me ktheu para. Dhe me thënë, do që ta kaloj me të qeshur, po prap nuk i del ajo e buzëqeshur, po zihemi shpesh. Unë punoj dhe me Çonin, Çonim studion me piano, është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në përgjithësi në shumicën e rasteve vinë 2 herë në vit. Vinë dhe për vitin e ri dhe për në bear. Dhe pothuajse gjithë të dasmat evente i ka me Çonin. Me Çonin jemi kështu fole qesh se ai është shumë shakaxhi i madh, edhe bën shumë humor. Ju jeni gjithë familja muzikale. Jemi, po, e kam edhe motrën, është kameruar për soprano, jep mësim, është mësuese. E jemi si familje ne. Edhe babi këndon, edhe jemi, jo se ka dal, po këndon kështu, mbearim to isot, polifonin labe, kur jemi në tavolina kështu ja, ti do ma marrë sot për shumë, këndoj unë një polifoni, ti do ma marrë. Ditë mbash isën? Për zotin vetëm ta mbaj kështu për krahë, jo si jam për atë pjesë. Pra se ne përshtatemi, kështu që është shumë e vështirë ne të këndojmë ne të Vlorës, të mbahet isona dikush tjetër në Averiu. Po se s'do bësh ndonjë gjë buri dheut, vetëm do bësh se s'do Po ndonjë s'dita gjë. bëj atë, si duhet se do të silva e. Bëj një, provoj njerë, se s'u bëj shameti. Ashtë njësoj si ta mund t'i futu tjerë kerat mirë ditë 3 kapedanët me za 2. E bandot? Po do mundohen. Do mundohen. Ja, provojmë, ranë mirë ditë 3 kapedanë. O, ranë mirë dit, o 3 kapeda, hana i kishto mirë dita, o shumë dje mazgana, ishto preng curi bashmatri me sezona, si sholi dhe kuro se kali dhe nana. Së mbajtë. Po përshtatëm, po Kjo ja unë e këngë fillova. në versionin e një këngëtari. Jo. Si të bëj? Ashtë e marë mundimin ta bëj fare, se shumë e ngatrua. Jo? Është shumë e ngatrua, shumë. Një moment, Baj, se po ta bëj unë. hajde. Baj e jesën ty. E dyshe lege në një portë, moj dale. O, dale. Dyshe lege në një portë, moj dale. Ja, bravo. Bravo. Një moment i sekletshëm nga jo dy dua dhe për gjithë teleshikues si që na ndjekin. Një moment i sekletshëm që tani më ka kaluar dhe ju sa herë kujtoni, ju vjen për të qeshur, thoni o Zoti ma pson e mora aq seriozisht atë situatë. Do të keni mjaftueshëm besoj. O, sa dush. Unë e kam thënë në shumë emisione, këto momentet e sikletshme, por është për qeshur, ndoshta do ta tregoj se është edhe emisioni i tillë. Jo më gjatë se pardije, kam qenë në Itali, në një koncert, dhe duke u nisur për në sken, më ulet një gocë, ballë për ballë, dhe më thot lutem a bën ta di emrin, po ishte italiane. Edhe muzikanti që unë isha shoqëruar, thot, afro, tha, sa ishte shumë shakaxhi, afro këngëtarës, tha dhe pyete si e ke emrin. Modi duart në flokët kjo, dhe po më përgëdel të flokët, i thash më fali, thash po, unë shqip, a ishte italiane. Fali, thash po kush je? Nuk po të njoh. Tha ma tu sei bella. Italia, do më thonë, të dalin si ai muhabeti që bërë më përpara. Version Kristine, besoj. Kristine ta namë.
Edhe ka momente që ti do të dukesh bukur në sken, të jesh vetvetja, por të dalin dhe gjëra papritur që jo së da s'është probleme, por do ta marrësh në mënyrë qesharake, po nga njerë ndjesh dhe në një siklet që thuash, po kjo qa pati më mua tani. Me thënë që mezi kam ngritur në tavolina dhe mezi kam dalë në sken. Edhe duke qeshur dhe duke u turpuruar, po edhe duke pa në skena se mos më vinte në sken, më bëne të një gjë. Se u fiksoj ashtë pas. A, zot e madh. Më në kujtohet i moment, prapë ndasëm, më vjen një përshëndetje nga shoqënia, që përshëndet Shëndandri me këngën Shumë dashnore i kam pas. O, zot e madh. Do thonë, ajo ishte me të vërtetë për shaka, po priça kur të ndjen ai gotë ballit nga nusja. Po. Nusja ndoshta ka qenë A koshë. mirë se ajo këngë ishte, nuk është se... A ishte me domethënia. Po tek në burrit tënë, çfarë do bësh? Ose ndoshta kishte domethënia, okej, në rregull, nëse ka marrë dikush e merr edhe për, domethënë e ke bërë kastila atë gjë që e ke kënduar. Jo, ishte bosh shnia, unë shkruaj thjesht në Po pse se këndoja i qyshe do shoshnia, po patjetër me dashnore. Doshin shoshnia, jo. Ka dashur këngë. Si ishte kënga? Shumë dashnore i kam pas. Hajde mund ta këndosh një pjesë? Shumë dashnore i kam pas, masa saj një 5-6, 7-8-9-10, edhe unë se di as vet. Hajde moj dashnije, pa dysit e zije, pa ty shkojrinia, më kaloj beqaria. A, me shkajmë kështu si tuet? E shikoni që mund të bëni edhe duhet një veri nga ju, kisha emocione në fillim. U bërë se bep. Një gëzuar për ju të dy. Gëzuar. Ti si dhe i martume? Po. Kot na i kujdasëm. Nuk kam të vinit me leka për lekë. Pse gjithmonë artistat këngëtarët, gjithmonë kur bëhet fjalë që jemi në shoqëri, ama ke do një kushurira, do një kështu që martohet të verë, më thënë e bëjmë të pyetje kështu, është e para fare që e bëjmë. Po mirë, mund të martoj dhe djalin, gocën. E kishin fjalën për orkestrën. Pastaj kur të këput dikush diçka thot po mirë, ti mendon se do vish me lek? Po pa lek do vish. E që të shi, ju thoni kështu, po unë vi vetë nga një familje këngëtare, është Ben Gjeloshën e kam darë, kështu që besoj që ai një dasëm ma zapton shumë mirë. Me Benin kam bërë një koncert në Bologna në 2022-shin. Me të vërtet kemi dalë mirë, ashtë edhe një pi Arbenit Nardi, Nard Merturi që unë kam shumë dashamirë dhe kolegë mirë. Kam punu shumë me Nardin. Edhe me të vërtet janë familja artistash me plot gojën të thush. E mendon të vetëm në një dasëm tropojanç? Po, të them të drejtën, jo, do ndjesha shumë në siklet. Mund të bëja një repertor, a sa mundesha, por do ndjesha shumë në siklet. Vetëm se të bëja qef, po jo për të kënduar. Ylli Bako ka qenë lash. Ishte lash edhe me të vërtet u bën shumë atmosfera, pasun nuk e prishë, do me thënë që... Në veriore të përgjithësi i kërcejmë shumë këngët e jugut, duke u nisur jo të gjithë këngëtarët e jugut e bëjnë repertorin e juaj janë, më kupton, të veriut. Jo të gjithë këngëtarët e jugut. Sikurse juve këngëtarët e veriut se bëni dot këngët e jugut. Mund të bëni ato tradicionalet, ato qytetaret e më filta, po qa kanë dalë një repertor? Më kujtohet një fragment të një lounge në kombinat mos gabohem. Ishin këto që kishin ujtin Mida. Edhe unë isha si, jo si këngëtar, isha për shef, edhe ishin dy këngëtar të jugut. Tani ishin të kënu dhe i thot njëri nga të thot, a do në kënështë të këngën e Qorri Klazit. I thot, po jo vëlla, thot unë se di, thot usha ashtu nejse, i thash do ma bish qik mikrofonin, nuk du t'ja zemër ati kolegut. Thot, o vëlla, thot, di të këndosh të ti? Po ma e thash ta provoj e herë dhe unë. Marr mikrofonin, u shova duke këndu dhe me të vërtet shumë lek. Edhe më vjen të ky, o vëlla, të keqen mos e ndalo, vëlla. Të keqen mos e ndalo. Po ishte me të vërtet, ishte një mbrëmje shumë e bukur, me të vërtet, më dole mirë atë natë. Po, përshëndes ato fituar lekë? Po, ato çunat i përshëndes nga zemër, domethënë se përshëndet nga zemër, nëse keni dasma të tjera, vazhdoni. Jo, nuk ishte das, ishte lounge. Lounge. Edhe, në të vërtetë ishte bukur. Po për mua është kënaqësi, domethënë kur punoj me këngëtarë të zonave të ndryshme, sepse edhe çdo zonë preferohet diçka huj. Edhe në Tropoj kërcejnë pogonishtet. Ne i kërcejmë shumë. A kuptoj, tash flasim drejtën, a kuptoj. Edhe në
Me ka ndodhë nërsek, besoj se e dini, për te Korçës, po unë kam ca miq mi atje. Aty kërceshin vallë me kukësit, e herë dim pashën këto më mirë se na më. Pa. Është vërtet. Nëse ne kemi muzikë Çdo zonë ka ndërthurje. Me aktrimi nuk e di si jeni, për ty e di që je shumë mirë, ti si me aktrimin. Mbahemi, mirë bo. Dua një skenë nga ju të ditës tuaj, po pa fjalë, vetëm me veprime si nis dita juaj dhe si mbaron. Me gjeste, vetëm me gjeste. Hajde, Elona. Telefonin e kam jetë pune. Sa ngrihem deri në darkë, do të thënë. Vetëm me telefon. Me telefon e kemi. Vetëm. Po shko tani dhe punë, çdo gjë i ken telefon aty, kështu që te telefoni e kemi. Zdi sa me borë. Qa bën ti? Kas. Po shoferi si është tërkos. Pastaj kam... Shoferi kështu, shaj njënin, shaj tjetër, sa tim kafën e dytë. Më Silvana na nxeu shumë kjo, ndoshta vera, po kjo na ka nxeu shumë ky zjarri këtu një herë. Pastaj kam edhe ca qenë aty të shtëpia, domethënë që po ma nxin jetën. Në të vërtetë i du shumë. Jam shumë i dhënë mas tyre. Unë këtë doja, që ju ta bënit me veprime, atë gjë që Sa ju kemë ju bërë, streson të marrë atletën i zy senit, kështu, ikën. T'ju turm për o bërë si jutë. Mirë, edhe bëni sikur po i kërkoni falje dikujt që tashmë është harruar ajo gjë, por e ndjeni për t'i kërkuar falje. Po janë në të vërtetë, thjesht do ta bëni me Unë shumë gjeste. vëzdisit atë për vetë, Hajde, kështu që... Lora, ti mos më shkoj një. E gjitha është për ty e ndëruar. Shko se ju në laçi ju arritni këte jugu të gjithë. Aty kus në intereson. Po, jeni edhe që këto... pa, mirë. Ja, se besha ka për zotin, po nuk di që të bëjt, do në këtë moment. Jo, mirë ishte me fjalë, se kështu... Hajde me fjalë. Të bëj kot. Bëje me fjalë. Të bëj kot. Po më falë, vlla, se... U bot, në qa të bëjmë ne? Ajo që bëhet nuk thehet. Si gjënafa? Si gjynaf, se qa të bëjmë? Do t'i kërkosh falje. Do bësh gjynafçarin që do të falit, ti vi keq atij personit. Edhe kus ke gabim, do me thënë. Qa të bësh tani? Do mundohesh, se Silvana tha do bësh gjoja, e kuptam, tani gjoja ashtu ishte. Po gjoja, se s'don tani, s'do vetë atje them gjoti tani, seriozisht gjoja do bëj. Më seriozisht mund t'i kërkosh falje burrit për diçka që mund t'i kesh bërë pa drejtësi fjala bje. A burri se kërkoj falje fare, se vin vetë. Sherën shpilus. Më fal vetë, ai e di që më fal. S'ka nevojë për falje. Mirë, jemi në një moment që kemi mundësinë për t'i bërë pyetjet të tre njëri tjetrit. Pa do vazhdojmë me ty. Çfarë pyetje mund t'i bësh Elonës? Por çfarë je kurioz për t'i bërë? Nëse dikush ka arë me 500 që do më thënë ndorë, se ne këtë artistët mua bet leku Po, bëjmë me leku e kemi ne. Vazhdo vlla mirë ke. Ka kërku këngën e Sali Berishës me socialistëve, çka ke bë? Se kam bërë fare, kam thënë ja, prit se do ngrihet ai kolegu tjetër. Të betohem, ka pas raste jo për këtë pyetje që më bëre, po në shumicë rasteve për shumë këngë të tjera, sepse un kam punuar shumë në Kosovë. Edhe ke parasysh siç janë kosovarët që kanë ato jo politikanët e tyre, edhe ju do këndosh për këtë, ju do këndosh për atë, edhe unë kam thënë do ngrihet kolegu tjetër, e kam hequr përgjegjësinë nga vetja. Jam treguar e zgjuar dhe Do ta këndoni kam sot lënë. këngën e Sali Berishës për shembull? Unë këndoj më se kam problem, unë verjor jam, po do gjë versionin e kësaj. A se ka marrë guximin asnjëherë? O Sali ore papa. O vëlla, nuk e ka marrë guximin asnjëherë ta këndoj. Sinqerisht, me shumë sinqeritet ta them asnjëherë se ka marrë guximin, sepse nuk më ka dhënë rasti, ose nuk e di. Ose s'më është dashur, ta fus në repertor, e kam dëgjuar, po... valla jepi shkrepe për Sali Unë e kam Berishën. shënduar dhe e këndoj më se kam problem, ne jemi artistë, nuk jemi Gjithë politikanë. artistët kanë frikë këndojnë një këngë për Sali Berishën. Jo, nuk ka lidhje. Unë adhuroj. Ne jemi artista. Babi vdes me Sali Berishën, tani ti flasim gjëra Ne ta. jemi artista, nuk jemi politikanë që të kemi diçka, kupto. Ka lidhje. Hajde, shkrepe. Sa Sali Berisha ka disa versione, po mirë. këndojmë atë që është Hajde. si ma popullori. O moj Serbi, moj o murin ta prisha, ose mu më thojnë o Sali Berisha,
ose mu më thojno, o Sali Berisha. Këndova dhe unë. Ja. Ti Elona dhe bësh një pyetje. Leas. Një pyetje. Aman, jo Si e shumë ke respekt. nisur? Vjen siklet, jo, siklet. Që në nëse ai nuk siklet. përgjigjet mirë, ti Po, jo, shumë bukur, kjo ishte pyetje shumë në vend këtë që të bëjmë, për zotin. Do më pyetje si kam nisë muzikën. Jo, e Jo, po vlla, jo, ku e dëgjove ti atë që unë se di safari. Në siklet, nuk e di, se unë se di statusin për ta vënë në siklet. Beshar jam, pa problem. Beshar. Po. Ke shumë femra në të njëjtën kohë, më falë, po. Po, qa pyetje ka, po, ma dhe ujti me, mund zë ngota la papi. Më falë, po. S'kemi Jo, qatë për jo, në njemi për të qeshur dhe Jo, nuk kam. Mos kitur nga e shëketi i shpreh, ose je në emision, do t'jesh i drejt për drejt. Për moment jam single. S'ke fare ma? Po ta shej. mirë. A jam single, tash, më mjaftoj. Pse thot Silvana? Ishte pyetje nga Silvana, pse? Po. Kështu Dhe që çfarë të mungon, kjo me ishte që jam ideja. në media, kam rastin të më thënë që gjej dhe femër këtu. Do nusa shpirti. Bravo. Opa. Edhe fiksime kam anë nga jugu. Por gjithë ato goca që na ndjekin ande nga jugu, duam një nusë për Leon. Po ti futën në Big Brother më mirë, të bësh dhe famën e gjitha gjën dhe Pastaj ngeli domun për të nuar Selinën. Ja, bëjmë shaka herë, për momentin nuk e se kam atë mendje si thojmë për të nisë një jetë ose një marrëdhënie serioze. Kam qëllimet e mia, planet e mia dhe pak kohë. Pastaj kur t'i vije koha, normal. Domethënë ti vazhdon ti Edhe moshën nuk është se kam kalu aty ku s'ban edhe. Po mirë, shumë mirë. Nuk ka gjetur Mire ka, dashur. mire Por ma ka. mori shpirtin ke kamramani, po çfarë bajo vllazë. Po kur se i gjen, ndani çfarë bësh me buton zvina ajo. Kur të vi do vi. Nuk e di kur je martuar ti Elona, po unë jam martuar, domethënë jam njohur me burrin shumë e re për Edhe vete. unë, e re. Po? 17 vjeçë. Shumë e re, ne treja jemi prapë. Jam fejuar që 17 vjeçë. 19 për 20 po thuaj se kam lindur çonin, e kam çonin tani ka hyrë për 22 vjeç. Domethënë jemi bërë sikur shërim Edhe fare. jemi bërë tamam fiks fare. Mo tre vllat, na shkosh në rrugë, njifemi fare si nën e bi, e kupton? Po që gjë e bukur është sepse në moshën tonë tani ne kemi nevojë për ata kanë nevojë për një mbështetje dhe jemi tamam në moshën e dur për t'i kuptuar. Kështu që Leo nuk e kohë, ti vazhdo ti, nuk e kohë. Se mua vajti djali ushtar. Çfarë moshë më jep? Nuk e vjen mosha për të martuar. Çfarë moshë më jep Jo, tani? çfarë moshë jep? Nuk jam hiç mirë me moshën, 25. Ja, edhe pak më e madh. 27. Po 27 koha ideale për Fiks të koha fejuar. ideale për të martuar. Fiks për të futur në big. Thumbojnë këtu nga Vlora, thumbojnë A çik. do ta pranonin vërtet një fjesë në Big Brother? Pse jo? Ta provojmë. Do ishte eksperiencë e bukur. Elona? Të them të drejtën, unë personalisht Elon si tip që jam, do ta pranoja direkt, me se s'bën, por kemi që këto komplekset e na Vlora, ku do futash ti, që ta bësh ti, ashtu. Kemi që këto. Unë them që ta marrim parasysh se një personazh si ti vërtet do ta bënte shumë mirë Big Brother. Do ta bëja se kam një çik ato lojrat e mia, gjërat e mia, po që kisha shumë qef me dëshirë, do kisha qef shumë, po. Me një gëzuar do kalojmë pak në publicitet dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer sërish, unë dua të bëj një falënderim për Make-up Rubin, gjithashtu Sofrenariut, për shtëpisën e fotos, për Silvana Bushatin, për mua, pra se unë e kam themeluar këtë emision, gjithashtu dhe për të ftuarit e mi që janë sot. Faleminderit. Him the që do të këndosh një këngë Nika e Mërturit. Patjetër se. Po? Unë nga Nika e Mërtur jam. Gëzohem. Po s'ka përgatit sot, vetëm për këngë zjatë. Hajde. Po prandaj është ulur afër. Ne di që po mor fryma. Si kreshtat e gurit, krenarin e mbaj, se je vajz mërturit, një kajti ke daj, dy vet mbi kroje, zemra si ndakur, si dy krashi ponjet, ho, janë një kaj mërtur. Këngë e bukur. Po do ta ndërthurim pak me jukën. Ti Elona, sot ti je një këngëtare shumë e mirë e muzikës tonë. Vazhdojmë to, të jugu do bëj dhe unë. Hajde. Po pse e thua se gjuna më jugu të rritë? Hajde. Se ne gjithmonë mbajmë miso, moj motrë. Gjithmonë sa herë që këndojmë, duam në brapa. Tu është problemi, ngelem si vetëm. Nejsa. Hajde.
A kanë uja të burime, ti moj buskaraj filja ime. O a kanë uja të burime, o ti moj buskaraj filja ime. E shifemi me gojë nuk flasim, o si durojmë moj si spëlëcasim. O shifemi o me gojë nuk flasim, o si durojmë moj si spëlëcasim. Ajo ndodh shpesh ju artistëve që të shikoni njëri tjetër diku në rrugë apo diku dhe bëni sikur po flisni në telefon për mos i përshëndet. Mua s'më ka ndodhur ndonjëherë, po u ka ndodhur mikeshave të mia që kanë përgjigjes kurse kanë parë ose edhe në makinë që kemi qenë. Lërë se s'më pa. Se do t'i flas. Jo, mos më ndodh kjo, pavarësisht unë me gjithë kolegët e mi e kaloj shumë mirë. Nuk kemi tash, kemi edhe pak xhelozia mes njëri tjetrit. Unë dua të dal që ka shumë, jo pak. Xhelozira konkurrencë. Them drejtën, jo, gjithsekush, unë kam ecë me këtë ide që gjithë secili nga ne ka riskun e vet, ka klientelën e tij, ka rreshtat e vet dhe kaq. Unë për vete nuk ec me xhelozinë se mirë, po konkurenca është çdo kund është konkurenca, edhe të prish punë, se kemi dhe kolegë që nuk e përjashtoj faktin, se kemi dhe kolegë që flasin keq nga shpina edhe të dalin si junior përpara dhe të buzëqeshin thua ti, kjo ma ka bërë? Ai që do don ty në dasëm të merr ty, pavarësisht çfarë flet Silva, Leo, tjetër apo tjetër, apo po. Okej, në rregull. Por edhe për mua mund të kenë fol kesh, po ai që ka dashmarr me më ka thënë të du t'ju vëlla dhe kash. A ka një këngëtar me ju që keni dëshirë vërtet ta kishit një bashkëpunim? Unë gjithmonë e kam shprehur, përveç se po flas gjithmonë. Nuk ka lidhje tani jugu apo shqipëria mesme, qoftë edhe hip hop tjetër. Kam pëlqyer gjithmonë një bashkëpunim me Medën. Është shumë këngëtar i mirë. Edhe këtina në tona ka qenë Vani Gjuzi, që më pëlqen shumë si këngëtar, ka një timbër shumë të mirë, dhe me ato do preferoj një duet, pse jo. Ndodh që refuzojnë, pra nuk duan të bëjnë bashkëpunime dhe nëse ti ofron një bashkëpunim shumë mirë? Po në shumicën e raste dhe refuzojnë, mua s'më ka ndodhur, se deri tani nuk është se i kam kërkuar dikujt bashkëpunim, por ndoshta do vite momenti që do më thonë mua për bashkëpunim. Da refuzojnë? Kështu që varet kush do jetë se jo. Tilja? Unë them drejtën, kam shumë artista që i kam qef. Një ndërto është Rati. Poshtimi. Me të vërtet, kam shumë simpati për të si artist. Dhe plus që është edhe një njeri shumë i thjeshtë. Po, me të vërtet. Po të njihesh me të, është njeri shumë i thjeshtë. Edhe është një nga njerëzit që mu më ka suportu ma shumë se çdo lloj artisti tjetër. Po të njëjtën mendim kam edhe për Bes Kallakun. Kam kontaktu me ta, kam bisedu, akoma s'jemi taku për arsye të punës. Edhe ai shumë njeri i thjeshtë, shumë njeri që t'jave prioritet, si t'ja them, kupton. Edhe është edhe byrazeri fushkuqës, Jozi. Jozi, më falë të bëj një pyetje. Ti po thua për personat që janë gjatë tani, domethënë në treg, apo ato që do preferoje ti ose të përshtaten? Ato tre që mund përshtaten si njerëz dhe si artista. Okej, në rregull, dakord. Kur është 3 në 1 është akoma më mirë. Se Rati nuk është in për shembull për momentin, nuk është se ka bërë një hit shumë të mirë. Ky po zgjedh ata që vërtet e mendon. Rati është me të vërtet në ato. Rati nuk ndoshta s'ka bërë hit, po ama do të thonë që mund të ketë klientelën që se ka skush në artist. Jo, thuaj këtë që është, unë jo pak më pardje kam qenë me Rati në koncert në Itali dhe ishte, domethënë nuk e ke iden sa e duan dhe sa koncerte ka. Kjo nganjëherë nuk do të thotë që ti duhet të jesh në ato top listën e parë fare. Si thoshim në atëre në një paredin edhe aji e s'ka ma. Jo, varet kë preferojnë si këngëtar. Për shembull Rati ka bërë këtë hitin Dum Tak me këtë, me Elin tani që është bërë shumë hot. Bashkë ju dhe bëni një bashkëpunim, e mendoni që mund të shkoni në njëri tjetër? Do shohim. Juk veri. Mirë do ishte. Jo, ndodh që të shkoni në përdasma apo diku që të këndoni edhe pa lek? Po mu?
kur kemi pasur brenda bisedës një mikun ton, ose një njeriu ton që na ka thënë, unë kështu e kam hallin dhe duhet vish patjetër, ose ja kemi bërë ne si dhuratë, po, është tjetër gjë, po në shumë rasteve jo. Kemi pazarin ton aty dhe qa. Biles presim plus atë, presim dhe sa bakshish uadh. Si nuk jemi fare tolerant të muzikantë. Jo, s'ka lidhje toleranca, po kjo është puna jonë që ne Zotë në punojmë. jugut për këtë pjesë, jo me ne. Kjo është pjesa jonë Për mos që flet. ne kështu funksionojmë. Për shumë nëse do marrësh ti si Silvan, do Tani thosh do Lona, martohem nesër, unë do bëj unë të dua ftesë se ty do o martoj shtëpi. gocën, detyrimisht unë kam punën time atë zarfin tim, si i thonë, që do ta hedh në mënyrën time si dua unë. Do më thënë nëse unë të marrë ty të ftuar, unë do të bëj ftesën e dasmës, po ma të ras mund dhe të këndosh. Po, pikërisht për këtë e kisha fjalën, kështu varemi dhe ne. Jo, unë jam shumë tolerant të drejtën, po aty ku kam toleru më shumë, kam dalë me mirë se në çdo dasëm. Po? Ke E, marrë më ndodh shumë. edhe kjo, po. Sepse zona e veriut je disi jam. Sidomos është e momenti që bëjmë sofër, se në dasmat tona çdo kund bëhet sofra. Shumë interesante kjo sofra. Është momenti më i Që ka më shumë jo lek, më i thua, mirë i jo më i dasmës. mirë, që ka më Po shumë jo, lek. është edhe momenti më i mirë se Jo, idhen më shumë lek, se nëse ti ulesh atje, detyrimisht do edhim. po ti më lepë të që është momenti më i mirë për mua, Po, ndoshta. po pra, pa të them, normale kështu. Ka lezetin e vet, çdo gjë ndasëm ka lezetin e vet, nuk është vetëm për mua, po është çdo gjë është lezet. Sikur hyn me tupana, a kupto, po edhe ka lezetin dhe sofra. Kështu që unë nuk është se, do thani që kam ra kaq pazar dhe s'ka, a kupto, jo, kam toleruar shumë. Edhe toleroj akoma. Po aty ku kam toleru, kam dalë më mirë se dikun që po të kisha marrë pazar. Po unë kam edhe rreth shoqënie kam shumë të madh. Ama nëse kam qenë te shoku im, normal që ja kam toleruar, ama se më ka thënë ai, du me të shuki shoku imi, a kupto shok pas shoku, jo, nuk bën ashtu, po te rrethi im kam toleruar dhe shumë. Sa mirë që unë s'jam këngëtar, se unë do shkoj që të gjithë pa lek, ë? Jo, është mos thuaj ty po. Nëse ti e ke punë atë gjë, detyrimisht që do kisha atë mënyrën tënde si do funksionoje. Mund thoshe do ta ul pak çmimin, por do jo me atë çmim të lartë. Ndaj po nuk prap- bëj lek, unë se nuk jam fare për marketing, unë jam edhe për shoqëri vetëm për njerëz që ndihem rahat dhe kënaqem. Mirë, ajo është tjetër gjë, okay. Po ka dhe shumë persona, mos ta përjashtojnë faktin që artistët në përgjithësi që e mbajnë familjen vetëm me këtë gjë. Sepse kanë biznese të ndryshme, 1-2 biznese, por këto e kanë hobi. Kurse ka dhe persona artista që janë shumë të mirë, që e mbajnë familjen vetëm me këtë. Edhe si bën dot ty e tjetri të bëj gjithmonë qoka. Me qënë sa Me që do të mbajnë shpinë. Të qoka, Silvana's Vibe Akademi fton të gjitha vajzat dhe djemtë marrin pjesë në spektaklin e fund vitit, pra fund vitit që i bie që na vi vera, djem vajzat të gjitha fushat e artës, Silvana's Vibe Akademi. Kjo është akademia ime, po i bëj reklam biznesit tim, me qënë zëra fjallë. Të gjitha moshat. Të gjitha moshat. Të gjitha moshat dhe të gjitha fushat e artët. Shumë, me thonë, kur në vi djali mua është aty. Po, mund të cilësh aty. Super. Do vishti të na këndosh në spektakl pa lek? Pa tjetër se Po? Por. E shef ti e mora një këngëtar, ti Elona më kërkon lek. Jo, unë se kërkon, nuk ta thash ata, ja. Më doli nami mua tani. Merrni vesh me bakshish. Tamam, ja, më doli nami keq tani, ja, nuk e Me thash çka ata. kemi kollaj, mos i knem këngën e Nikë Mërturit dhe s'mau, ma kjo. Shumë mirë. Unë marrë se bekër, po se pa të Se korruptoj do, ti e korrupton me e kam atë harruar ta këngë. përshëndes Zefin, për zotin jo më larg se parë më ram kam ne me ta. Po jemi kënaq seriozisht. Mos që kemi mbyll dasmë, kishim dasëm për drek. Jo në Edhe këta pas kanë bo lek o zemër, prandaj janë kënaqur në të gjitha dasmat e fundit. Po prandaj thot ai viun pa lag. Është e vërtetë. po kështu i hyn zemra ti, thot po respektoj të zëngar pale. Një personazh do ta emetosh te ekrani ton për 10 sekonda. Elifarën. Elifaren hali, Elifaren. E çupës peshare moj, e ish merakune ajte me mua, çupës peshare moj. Ti këto me emetosh tash, Jozën apo Zefin? Jozën se Zefin s'ka burr Se ta arrisë jo.
Më kesh krisi djeli borën, kjo nazma jeshoj dorën, jemi për shtat më së miri, loqke së më rundo thiri, e gzofshti u nazën, sa bukur potrin, son te kam rastin, me ta shpre dashnin. Hajde Josfina. Gëzuar, do kalojmë në publicitet dhe rikthehemi sot. Jemi rikthyer sërish dhe ju më tha që do këndojmë një këngë për të vazhduar më tej pastaj pyetjet tona. Ço do këndojmë? Në mëngjes pas bardhur drita, çdo gjova një zë u ngërita, ishte nata more, ishte dita, ajo që shkonte për dita. Dale moj, dale moj sa të vide unë, pritë moj, pritë moj se të dua shumë. Të këndovë zemra. Bravo, zemra. Ti meriton vërtet një duar trokitje, po ky Leo sot fare nuk ka Pe kana zjarri shkreti, s'ka fa, ai shko si pori ai në povërinë në siklet. Dhe pak do gjërësit të shikat. Do thojnë tjerë të është gjërësit nga sikleti. Leo, një këngë që ti e këndon nga sikleti, kur je në siklet të madh. Ashtë, me i këngë dëshnije. Këngë me zjarrin dashni. Hajde, kur je në siklet këndon për dashnin. Gëzimet në jetë për mua ishin të ralla. Këtë mund ta këndon ti besoj. Edhe premtime tua vetëm për ralla. Koha shpejt kalon dhe mbja nuk treti, zemra se pranon realiteti. Sa her ti ke dal me tjetër fshehur, krejt i kam dit, por vetëm kam heshtur. Kam heshtur, e kam shpresuar, se dhe ti një dit do t'kesh ndryshuar. Pash dy syt në ball, a e din sa t'kam duruar, mendove val se jam i marr, unë kam qenë e dashuruar. Ja e gjetëm arsye pse Leo është beqar. Do ketë një dashuri kështu të shenjtë që pret të rikthehet, a Leo? Çdo kush e ka histori. Të ka fal? Xhaxhivani? O Leo, nëse do të shikonte nga ekrani, çfarë do i thoshe ti asaj historisë tënde të kaluar? Jo, se zhan lidhe me ato. Gjëra Është diçka shumë pikante. private. Edhe nuk e them dot si zha. Po ti pse flet për mua, se kemi Leo ti më zotri. Po sepse shiko, ka që parë Silvana, po mban një shëndrim kështu edhe do patjetër të di që do të zbuloj qa, po folte ti një, s'ka dhe një gjë për i krimbit që gritë e druni kërkër. Po folte ti se s'ka dhe një gjë edhe 1, 2, 3 sa Por ke. që në sinqert, unë kur nuk asmoj asin ftuar për jetën private, unë thjesht po bëj shaka me të përmosh. Nuk na intereson ai. Thonë to nga jugu me të qeshme, me të ngecme. Po pra, po. Sot jeni dy të ftuarit më ekstrem që unë kam pasur herë në emision. Si do ta përkufizonit fjalën dashuri? Sebastian. Emrin e çonit. Nën. Edhe unë gjithmonë këtë them nën. Edhe pse jam nën e 2 fëmijëve, fjala nën është fjala më e madhe dhe më e ndijeshme në botë. Një mesazh për gjithë ata që na shikojnë nga ekrani. Hajde Leo, do të respektojmë ty. Unë thjesht do them këtë që ai që ka një pasion, ai që ka një vullnet, mos të presë jo sot jo nesër, thjesht vazhdoj të investojë për ta. Bravo. Edhe unë gjithashtu, ata që na shikojnë në ekrani, të jenë sa më transparent, sa më të sinqert, ta bëjnë jetën si të duan, pa komplekse, pa gjykime, dhe të bëjnë atë çfarë i thot zemra. Bravo. Një pyetje për mua se cili nga ju sa e devijua që pare dhe nuk më. Si e ke nisur ti karrierën tënde që e vogël, duke qenë se e bën nën e vogël, dhe si e ke përballuar midis familjes dhe karrierës? Shiko, kjo është thënë gjithmonë që unë jam bërë nën e vogël, po për hir të vërtetës nuk jam bërë aq shumë e vogël nën, se 27 vjeç që nuk
kje e re për të bërë nën. Mirë. Mos thon gjithmonë që i bërë shumë e re, por jo. Për te se unë kam qenë e dashuruar, por jo nën. Mirë, po tani ka dhe 40 vjeçë që s'kan gjetur burin akoma. Kështu që Jo, Po kur presin- shkoj po te presin 40 princin me mund kalët, ke o. martuar çunin. Me shaka. mirë, krahasim me mua, po, ke drejt, po. Okej, domethënë Si keni su karrierën, domethënë. dëgjoj, kjo karriera ime ka pasur gjithmonë luhatje sepse unë kam nisur si volejbolliste, më pas kam fituar një show që ka qenë kafazjar, diku si Big Brother i sot, e kam filluar me muzikën, e kam filluar me filmin, jam shkolluar për gazetari regji filmi, domethënë kam bërë një karrierë në aq shumë gjëra sa që nuk e quaj dot më fillim apo mbarim karriere. Gjithmonë bëj gjëra të reja, gjë që Edhe një pyetje tjetër, ti ke qenë te kafa zjarrit ku ishte Unë- shpreja vuj beni vuj? ja, kam qenë një vit më lart. Është tjetër. Po, unë kam mbyllur të fundit, unë i vura vulën edhe e fitova, po dhe e mbylla si spektakël. Nuk është për mua akoma. Hajde Leo, të një pyetje se ti dukesh që je shumë kurioz. Cili ka qenë momenti më i veçantë, domethënë në gjithë karrierën tënde, më i bukur? Që mund ta veçosh? Po, nuk e di, ndoshta kur kam luajtur volejboll, sigurisht ato kampionatet apo kupat që ne kemi fituar, besoj se kanë pas emocion shumë më të fortë se sa këto gjëra që unë bëj sot. Pra sepse ne jemi një familje sportistash, që nga fëmijët bashkëshorët jonë dhe pothuaj se gjithë familja dhe ne aty ndjejmë emocionin më të fortë dhe më të madh Kur jeni ndjejmë gjithë, tek fitoria në sport. Okej. Tani për ta mbyllur dhe për t'ju falenderuar shumë ju të dyve dhe të gjithë ata që na ndjekin nga ekrani, unë dua ta mbyll me një këngë secilit nga ju. Do të shihemi sërish të shtunën tjetër. Atëherë fillimin e bon on, marimin ta bëje kjo. Hajde, vej bulën. E do këndosh ti këngën? Po, këto e ti këngën tënde, po këtë e time pastaj. O zoti ma, nuk kam pala që janë po, si nuk ka pa, po, kavalier o bursë. Me, s'ka gjë, s'ka gjë. s'ka Vetëm tu problem. nuk Na, tregoj Vlora, kavalierizmin. S'ka problem, Jo? s'ka Jo. problem. Hajde. Amani o shokët, më ka gjetë belaja, o me një djalë capkëna, më ka zënë se vëdaja. O amani o shokët, më ka zënë belaja, me një vaj capkëne, o më ka zënë se vëdaja. Lea, shë? Unë të shqipërmbyllë do të një këngën time, këngën që kam bë për dasma. A kemi një këngë tre gati, së shpejti, më thaj që t'i gje një gjëri. Po, së shpejti po merrem me një baladë që presim dali për 14 shkurt. Shefe, ti kene një balad për 14 shkurtin? Jo, sa unë e kam lënë këtë pjesën e dashurisë. Kështu do me thonë këto vrulli. Jo, mos e dashuria. Nuk kemo Në 14, jo, në 14 shkurtin jo, në ditët e tjera pa. Jo, më ratë. Edhe, po, kemi së shpejti një projekt ri, që po merrem me të, dhe shpresoj deri nga 14 shkurt jetë gati. Do më thonë ti do ta kishe nxjerrë sot në emisionin tim. Si demo e Tonë që kur kemi. nxjerrësh këngën do vish sërish tonë? Po? Patjetër me kënaqësi. Po, shikon? Ashtu. Edhe do të nërët këngën e dasmave që kam bë për zonën tonë normal. Kemi dasëm lumet na, e martoj ma të mirin vla, me nusën që pas ke gjet, u shkoft jeta me lezet. Hajde këcena gjithsa jena, dit gëzimi sot na kena, vla unë sot po e martojmë, jetë lumë tur ti urojmë. Hajde këcena gjithsa jena, dit gëzimi sot na kena, vla unë sot po e martojmë, jetë lumë tur ti urojmë. Bravo, bravo. Ju falenderoj shumë edhe shpresoj të jeni kënaqur. Patjetër se po. Faleminderit shumë. Shihemi sërish të shtunën tjetër, atëherë me të tjerë ftuar dhe vërtet do të kënaqemi shumë së bashku. Mirupafshim. E gëzuar, faleminderit. Gëzuar.